Përshëndetje, miqteni. Miqteni në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëj një pyetje. Çfarë vendimi duhet të merrni në këtë moment? Pra, jeni në një lidhje të komplikuar, jeni larg dhe duhet merrni një vendim. Pra, çfarë vendimi duhet të merrni në këtë moment që po shikoni këtë video? Çfarë vendimi duhet të merrni ti dhe personi juaj i zemrës? Por, ky vendim duhet të jetë një vendim konkret. Pra, jeni larg, jeni në një lidhje të komplikuar. Sultanesha më tregon lidhjen tuaj të komplikuar. Jeni larg, personi i zemrës tuaj është larg, ju mendon në çdo moment, por thot ti duhet të marrësh një vendim, sepse je pak e trishtuar, pak me mendime negative, duhet të heqësh këto mendime dhe të flasësh deri të brendshëm. Je e vuan këtë largësi, je pak në trishtim dhe kërkon të marrësh një vendim. Vendimin duhet ta marrësh mbasi të bisedosh, të bësh një bisedë konkrete pranë njëri tjetrit për të treguar arsyet e këtij vendimi. Jeni një princeshë e kupave që doni të merrni vendime të drejta, të sigurta, korrekte, sepse ky mashkull për ju është mashkulli ideal i jetës tuaj. Dhe ti je mbretëresha e shkopive, një femër shumë intelekte që i ka gjithmonë dashuri pa asnjë lloj ezitimi, pa kushte dhe pa interes. Mbrojeni nga një ëngjël mbrojtës në univers, keni një lidhje shumë të sinqertë, baza të sinqerta, edhe pse ndonjëherë ka probleme, ka mosmarrëveshje, por në përgjithësi është një lidhje e fortë, edhe pse është larg, është një lidhje që ka në themel botën shpirtërore. Juve ky person ju shikon si një yll polar. Dhe ky person vjen drejt jush për të zgjidhur këtë problem, për të marrë një vendim të dy së bashku që ta zgjidhni këtë situatë ku ju jeni. Shumë shpejt pra, kjo situatë zgjidhet me anë të një vendimi që ju merrni për këtë histori. Me kë rezonon kjo histori dashuria? Me akrepin, me denin, me bricjapin, me gaforen, dashin, peshqit, shigjetarin dhe peshoren. Kurse me gërmat e alfabetit mund të rezonoj, është energji e përgjithshme C, F, S, V, D, Sh, I, H, L, M, Z, Gj, T, V. Faleminderit shumë, miqtë e mi.